Mirdita, jam këtu së bashku me Ministre Marrëdhënie Parlamentin, e cila do të mbuloj dhe zëdhënien e qeverisë dhe në mënyrë të përjavshme do bëj me ju një takim informues pa kamera, thjesht për t'ju dhënë të gjitha informacionet e nevojshme për pyetjet që mund të keni dhe që natyrisht ju jeni të lirë dhe të lira që ti publikoni ato informacione. Në ndërkohë, e pashtullës ta bënim këtë konferencë për shtyp, sepse janë disa çështje që meritojnë të adresohen dhe që janë të lidhura drejt për drejt me interesin e publikut, besoj, duke filluar nga projekti strategjik i portit të ri tregtar dhe ushtarak të Shqipërisë dhe duke vazhduar me impaktin e luftës kundër regjimit kriminal të Teheranit në çmimin e naftës, por gjëja që vjen menjëherë si rrjedhoi është edhe çmimi i ushqimeve. Kështu që këto dy tema ishin të parashikuara për të diskutuar sot, por në ndërkohë do ta nis nga vendimi i dieshëm i Parlamentit, jo për vendimin në vetvete, por për jehonën tërësisht deformuar që ju dha atij vendimi. Ju me siguri e keni ndjekur vetë të gjithë rrjedhën e ditës, keni ndjekur, besoj, edhe prononcimin tim, që dua ta përsëris, lidhet drejt për drejt me të vërtetën e madhe që kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për t'u marrë në konsiderat. Në ndërkohë që përpjekja për ta lidhur refuzimin me ndonjë arsye tjetër apo për t'i dhënë refuzimin për masën e një fakti që do të bllokojë rrugën e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane apo do të pengojë zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi apo do të pengojë aktivitetin e pavarur të drejtësisë, është një përpjekje e shëmtuar, madje në dëshpërimin e vet ka të gjithë ato ingredient që ka në të përditshmën tonë përpjekja për të bërë çmos që Shqipëria të pengohet dhe që hapat e shpejt me të cilat ne po ecim në procesin e negociatave të frenohen. Nuk ka asgjë të re në këtë, por natyrisht që materiali në këtë rast është i favorshëm për të torëlisur njerëzit dhe për të fryrë daullën e luftës
kundër qeverisë edhe kundër kësaj shumice qeverisë. Dua t'i siguroj të gjithë që nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian. Nuk ka as një diskutim lidhur me vullnetin ton për të vazhduar në rrugën që ne kemi hapur në pavarësimin e drejtësisë dhe në luftën reale kundër korrupsionit, ashtu si kundër nuk ka asnjë dyshim që në këtë rast nuk jemi përballë një çështje korrupsioni, sepse vetë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion. Por jemi përballë një çështje në hetim, e cila mund të hetohet lirisht pa as më të voglën pengesë, dhe e përsëris atë që thash edhe përpara grupit parlamentar, unë inkurajoj prokurorin që të ndjek dhe të hetoj të gjitha pistat ku mund të mendohet se mund të shfaqet gjatë rrugës ferra e korrupsionit. Deri tani nuk jemi përballë një çështje korrupsioni. Kjo është pak, po është shumë e sigurt. Nga ana tjetër, është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje, nuk është sekret, dhe si kundër besoj e din shumica, por bëjnë sikur se din pakica. Unë në këtë detyrë përfaqësoj Shqipërinë, interesin e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët, dhe një nga normat e pa diskutueshme të këtij përfaqësimi është që t'i shikoj partnerët në sy, të më shikojnë në sy, në të njëjtën lartësi. As unë nuk më shkon mendja të shikoj njeri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njeri nga lart poshtë. Është shumë e thjeshtë. Dhe dua të them që përtej mënyrës se si janë pikturuar në karikaturat e pazarit politik dhe mediatik, diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive, nuk ka pasur absolutisht asgjë, jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Këto janë gjëra që nuk ndodhin në ato nivele ku bëjnë këto diskutime. Dhe nga ana tjetër, unë besoj që edhe vetë deklaratat e bëra dje nga disa përfaqësi, si dhe nga përfaqësia e Komisionit Evropian, janë shumë të qarta. Janë shumë të qarta. Por varet se si i lexon. Duke pasur parasysh edhe sipërfaqen ku janë shkruar dhe leximin prej saj, edhe thellësinë e marrëdhënieve dhe realitetin e përditshëm të komunikimit në atë marrëdhënie, unë mund t'ju them me plot gojën që leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujën se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndra europiane është një lexim në rastin më të mirë pervers dhe në rastin më të keq i qëllimshëm edhe për të
lënduar këdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë. Është shumë e qartë që kush merret me këto deformime dhe kush i bie kësaj daulleje nuk e dëshiron suksesin e kësaj rruge. Sepse fatkeqësisht e lidh suksesin e kësaj rruge me qeverinë, me mua, me ne. Kjo është për sa i përket pikës parë. Për sa i përket projektit të Porto Romanos, për fatkeq ka ndodhur një koincidencë e pashmangshme që në momentin e fundit kompania që që ka kaluar gjitha fazat dhe duhet bënte ofertimin e fundit është tërhequr duke ju referuar situatës krizës dhe natyrisht duke qenë se oferta financiare do t'ishte e lidhur me tavanin që ka vendosur studimi i bërë nga Royal Asconic, kompania më e madhe e botës për ndërtimet e porteve, aeroporteve, infrastrukturës e tjera, dhe me tavanin e vendosur nga kërkesa në procedurën e hapur të organizuar nga qeveria shqiptare, nuk kemi arsye që të shikojmë mbrapa ndonjë gjë tjetër ne vetë personalisht. Nuk kemi të dhëna që kompania është ndodhur nën ndonjë presion. Por, i gjithë procesi është zhvilluar nën presion. Po jo nën presionin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç thuhet, pa asnjë argument. Se nuk ka pasur absolutisht jo presion, po s'ka pasur asnjë shqetësim të shprehur as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian, as nga askush. Por ka pasur një presion të vazhdueshëm nga faktorë të tjerë, natyrisht të pa interesuar që ai port të jetë një histori suksesi. Keni parasysh që nga aja, kur disa thonë për çfarë duhet një port i ri, se ne kemi portin ton, atë kënetën në zemër të Durrësit, dhe e lidhnin, se tani se kam dëgjuar më, idenë e portit të ri me shitjen e atë dheut në duart e arabëve, në fakt, e vërteta është që përtej ignorancës, që është gjithmonë faktor në mënyrën si trajtohen çështjet këtu, pavarësisht nga rëndësia madhore që mund të kenë, qysh në kryeterës ka pasur forcat interesuara që të mos ecte përpara projekti i portit të ri. Pse? Për një arsye që cili do që do ta kuptojë, e kupton pa ndonjë mundim të madh. Porti ekzistus nuk ka asnjë kapacitet për të qenë nyja strategjike dhe logjistike e korridorit 8. Nuk ka asnjë kapacitet. Është në të gjitha aspektet, edhe sikur ta marrësh edhe ta zbukurosh, i papërshtatshëm për të qenë nyje logjistike e korridorit 8. Këtë nuk e them unë, këtë e thonë të gjitha analizat e bëra dhe këtë e thonë të gjitha proceset e ndjekura dhe këtë e thotë realiteti i thjeshtë që ai port është mes qytetit. Një nyje logjistike portuale në mes qytetit nuk ekziston dhe nuk mund të ekzistojë që këtu. Pa llogaritur kapacitetet e portit ekzistues që janë krejt të pa përshtatshme për të mbajtur gjithë peshën e
korridorit të 8. E dyta, porti i ri, si nyje lidhëse e korridorit 8, është një port që e çon Shqipërinë në një nivel krejt tjetër, po jo vetëm Shqipërinë, po çon shqiptarët në një nivel krejt tjetër. Sepse është një nyje e lidhur edhe me një tjetër nyje strategjike, portin e thatë të Prishtinës. Dhe është i lidhur edhe me një tjetër nyje që është porti i thatë i Shkupit. Porti i thatë i Shkupit planifikohej në projektin e parë në Strugë. Qeveria e re e ka parë të arsyeshme ta spostoj në Shkup. Dhe ky spostim mund t'i mjaftoj kujdo që logjikon për të kuptuar që këtu kemi të bëjmë edhe me një përmbajtje të rëndësishme interesash kombëtare strategjike. Tani, nëse ju mendoni që të gjithë mezi po presin që shqiptarët bëhen më të fortë, mund ta mendoni. Por ju siguroj që jo në një, por në një sër vendesh ka forca të cilat nuk e mirëpresin këtë. Dhe kjo nuk ka lidhje me armiqësira të natyrës geopolitike vetëm. Ka lidhje edhe me këto. Kjo ka lidhje edhe me interesa tregtare të vendeve. Nëse ju mendoni që porti i ri është një port që ata të cilët i kanë të lidhura interesat me rrugët e trafiqeve mezi po e presin, ju mendoni gabim. Përkundrazi, nuk kanë asnjë arsye ta mirëpresin. Dhe ka dhe një fakt tjetër që e kam shpjeguar edhe më parë. Vetë korridori 8 sot është pjesë e rrjetit evropian të transportit. Jo se themi ne, se ne mund të themi, dhe unë e them që edhe korridori Durrës-Prishtinë është pjesë e rrjetit evropian të transportit, por nuk është në hartën e rrjetit evropian të transportit që gjendet në zyrat e Komisionit Evropian në Bruksel. Që do të thotë që statusi i një korridori të rrjetit evropian të transportit është tjetër nga statusi i një korridori që mund të jetë mes të Europës, por nuk është në atë rrjet. Duke filluar që nga financimi. Korridoret që nuk janë në atë hartë nuk financohen. Mund t'i ndërtosh vetë, siç ne do të ndërtojmë vetë së bashku me qeverinë e Kosovës hekurudhën Durrës-Prishtinë. Dhe kemi folur me kryeministrin në Prishtinë herën e fundit për 2 mundësi financimi të cilat do t'i eksplorojmë së bashku. Por ama, s'ka asnjë shans që ne të kemi akses në fondet europiane për aksin Durrës-Prishtinë, sepse nuk është. Tani, ky korridori 8, me të cilin disa bëjnë lodra fjalësh edhe nuk kuptojnë fare se për çfarë flasin, ndërkohë që disa të tjerë as nuk duan t'ia dinë fare sepse dinë se për çfarë bëhet fjalë, është futur në rrjetin evropian të transportit këtu në Tiranë në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Mbasi unë dhe qeveria ime kemi luftuar jo pak vite për të hequr bllokimin që ishte bërë. Ishte i bllokuar. Tani pse vendet Bashkimit Evropian e kishin bllokuar korridorin e 8?
sipas logjikës ignorantëve që bërtasin në rrugët e pazarit mediatik, këto janë muhabete rrugësh. Po jo, nuk janë muhabete rrugësh. Këto janë çështje zhvillimi ekonomik, këto janë çështje sigurie, këto janë çështje kapacitetesh konkurruese në një hapësirë ekonomike dhe tregtare që është shumë e vështirë. Ne vim nga një varfëri ekstreme dhe duam të bëjmë pjesë e një shtëpie që praktikisht zotron një pasuri shumë të madhe. Mbas futjes së korridorit të 8 në rrjetin Europian të Transporteve, korridori 8 u fut edhe në rrjetin e lëvizjes sigurt të NATO-s. Dhe projekti ynë i portit të kombinuar tregtar dhe ushtarak është në tryezën e NATO-s. Dhe ka kaluar të gjitha nivelet teknike të NATO-s si një domosdoshmëri. Tani si mendoni ju? Mund të bënim ne një bazë ushtarake që të shfrytëzohej nga NATO aty në atë pellgun e portit Durrësit? Aktualin nuk mund ta bënim. Mund të ishte porti aktual nyja për cilën po flas, nuk mund të ishte. Tani pikërisht për seriozitetin e madh që ka ky projekt, ne u angazhuam në një qasje tërësisht tjetër, duke marrë kompaninë më të madhe në botë, reputacionit e cilës patjetër që mund ta bëjnë cop tenxheret tona, por nuk vën diskutim askush. Dhe kompania Royal Asconic ka përgatitur të gjithë termat e referencës dhe ka supervizuar të gjithë garën. Gara është organizuar 2 herë. Dhe në 2 herët ka pas interes shumë të madh. Çështja ka qenë në herën e parë që kriteret kanë qenë shumë të forta dhe kriteret e forta nuk duan të thonë që s'ka kompani që nuk i plotësojnë. Por duan të thonë që nëse nuk i përgatit të gjitha gjërat në kohë dhe si duhet për atë garë, nuk kualifikohesh dot. Dhe herën e parë gara është anulluar. Këtë herë ndodh kjo koincidencë fatkeqe dhe përsëris kompania ka shkruar tërheqjen e saj me argumentin e krizës dhe çmimeve, gjë që praktikisht nëse gjërat nuk kthehen në normalitet e bën shumë të vështirë. Marrin përsipër të ndërtimit të atij porti me ato çmime që janë vendosur aty dhe me atë financim që është vendosur aty. Nuk thash edhe një herë, nuk kemi fare informacionin që ka pas në një komponent tjetër që ka ndikuar në tërheqjen e kompanisë. Por unë dua ta shfrytëzoj këtë moment t'ju jap një mesazh të gjithë atyre që e kanë penguar këtë portin dhe që fërkojnë duart se mendojnë që ja dolën. E kanë shumë gabim sepse thjesht kanë hapur një rrugë tjetër. Një rrugë tjetër që nuk mund ta bllokojnë më dhe nuk do ta ndalin dot më. Dhe në të njëjtën periudhë kohë të parashikuar, ne do të bëjmë hapin që kemi qenë në pamundësi për ta bërë deri tani. Kaq për këtë. Nuk them më shumë, sepse në ndërkohë jemi duke përgatitur hapin tjetër, në momentin kur jemi gati ta hedhim, natyrisht do ta bëjmë publik. Por është e sigurt që të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Pika tjetër ka të bëjë me krizën
në javën që vjen, Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet të votojë një rezolut për ta shpallur Republikën Komeiniste të Iranit. Unë me gojë nuk e them dot islamike, sepse ajo Republikë nuk ka asnjë lidhje me Islamin, sipas asaj që unë di dhe sipas asaj që unë çmoj tek Islami, shtet sponsor të terrorizmit. Dhe bashkë me këtë do të shpallet organizatë terroriste Garda Republikane e Iranit dhe Hezbollahu, që dyja. Sepse kjo është e vërteta. Natyrisht në këto hapa nuk jemi pionierët, sepse ka pasur më parë edhe partner, aleat, miq që i kanë hedhur, por është koha që ta bëjmë dhe ne këtë gjë. Por nga ana tjetër, fakti është që kriza po shfaqet në të gjithë botën, po shfaqet edhe këtu, si rezultati i rritjes së çmimit naftës. Unë kam shprehur që kur kemi bërë mbledhjen e parë të asamblesë së shumicës qeverisëse pas zgjedhjeve, që një nga objektivat tona është krijimi i një faktori të ri në tregun e naftës, një faktori shtetëror, një force publike, për të krijuar një kapacitet që të lehtësoj barrën mbi qytetarët, sikundër e lehtësoj konkurenca që ne nxitëm duke bërë ndryshuar komplet qasjen për fluturimet ajrore. Shqipëria kishte aeroportin më të shtrenjtë në Europë, sot ka aeroportin më të suksesshëm të Ballkanit, me një diferencë breslënse nga aeroporti historik i kryeqytetit të rajonit, kur ne ishim jashtë harte fare, Beogradit. Sot nuk është më Beogradi kryeqyteti i aviacionit, sot është Tirana. Dhe kjo është arritje e kësaj qeverie, me gjithë keqardhjen për të gjithë ata që na duan të vdekur. Por sa më shumë të vdekur na duan, aq më shumë ne ngjallemi, gjallërohemi më saktë. Kështu që ne do ta krijojmë faktorin publik, forcën e shtetit do ta fusim dhe në tregun e naftës. Dhe besoj që shumë shpejt do të japim shembullin se si edhe në tregun e naftës gjërat do të ndryshojnë. Ndërkohë që duke vënë në dispozicion kapacitetin e shtetit dhe garancitë e shtetit, do të bëhet shumë më lehtë se sa që kanë sot lojtarët që janë në treg, për të pasur marrëveshje me kompanitë që e shpërndajnë naftën, të cilat kenë qëndrueshmëri afatgjatë. Faktikisht sot ne kemi dhe në proces ligjin e rezervave. Më kujtohet që kur unë kam folë për rezervat e naftës në vigjilje të kësaj iniciative përpara vitit 2020, u hodhën shumë tenxhere përpjet, sepse u quajt një përpjekje për nuk e di se çfarë boshërsie. Por sot kjo është imperative. Ne në ligjin që është në konsultim publik, mos gabohem, e kemi përcaktuar që rezerva duhet shkojë në 3 muaj, por në ndërkohë kjo nuk mjafton më tani.
nuk mjafton më si mas sigurie, se mund tjetë thjesht një mas e mjaftueshme për momente tilla, por ne na duhet të shkojmë për te i sigurisë, ne duhet të shkojmë tek ajo që qytetarët ndjejnë dhe që ajo qytetarët meritojnë të kenë. Një treg nafte i cili të jetë më i përballueshëm se sa tregu i sot. Shumë thjeshtë. Këto ishin pikat që unë doja të ndaja me ju. Tani natyrisht unë nuk e kam thirrur për t'ju bërë një fjalim dhe për t'ju thënë mirupafshim, por duke qenë i bindur që ju të gjithë do respektoni radhën, duke shpresuar që do të përqendroheni në këto tema, unë do t'ju jap fjalën dhe do jap fjalën të parës zonjushës me xhaketë kuqe dhe me pantallona të zeza, sepse është pamja më patriotike që ka salla sot, kështu që fjalën e ke ti. Kush ishte e treta? Po. Ju keni deklaruar më herët burg për ata që nuk paguajnë energjinë elektrike, burg për ata që abuzojnë me hapësirat publike, pra ndërtojnë paljerë në hapësirat publike, dhe burg për ata që parkojnë dysh, janë ndryshimet e fundit në fakt që janë përgatitur nga ana e qeverisë. Pyetja është pse në rastin e Belinda Ballukut i thatë jo burgut dhe u kujtuat për standardet që referon Bashkimi Evropian pikërisht për këtë praktik burg, dhe pse mbahet ky standard i dyfisht. Personat me imunitet ruhen nga burgu dhe qytetarët shkojnë në burg për vepra të tilla. Qartë. Tani, nëse ju do më gjeni mua një herë, se kjo është se jetojmë në një kohë kur gënjeshtra duke përsëritur shpesh bëhet e vërtetë dhe e vërteta nuk ka më asnjë rëndësi. Unë nuk kam thënë kur burg për ata që nuk paguajnë dritat. Kur. Dhe askush kur në historinë e këtij vendi nuk ka shkuar në burg se s'ka paguar dritat. Unë kam thënë burg për ata që i vjedhin dritat, janë dy gjëra të ndryshme. Për ata që nuk paguajnë dritat, kam thënë që dritat duhet priten, siç priten në çdo vend të botës. Dhe kjo ka ndodhur. Po pse më ndërhyn tani? Po ja pra kjo nuk shkon tani. Po mirë pra në rregull. Kjo tani këtu edhe një herë. Tani këtu po mirë në rregull. Tani këtu tani fillon mitingu edhe unë besoj që kur jemi në kushtet që mitingu zhvillohet rregullisht tu poshtë, mund të shkosh atje poshtë i bësh to. Këtu nuk është për të bërë miting. Këtu është dhe përgjigja. Këtu nuk është debati. Po mirë, dakord. Gjëja që ti po më kërkon si gjithmonë është që unë t'jap përgjigjen që do ti. Unë do jap përgjigjen që dua unë, dhe ashtu sikundër unë me shumë qetësi pres që të mbaroj pyetja jote si zakonisht e gjatë dhe me komentet përkatëse, kërkoj fjalën e lirë që ta çoj deri në fund, nëse qimi mua ma jep lejen. Nëse qimi mua nuk ma jep lejen që të çoj fjalën që atëhere unë jam shumë i keq. Tjetër, nuk bëj asnjë sum personal. Po pse emri është shumë personal? Emri nuk është jo qimi është tjetër. Tani, do më lësh të flas deri në fund?
Ore, më letë flasë në fund, çfarë? Unë do merrem me gjithçka që mua më vjen të merrem, sepse unë jam po aq i lirë sa që je ti dhe sa që jeni të gjithë ju që të thoni gjën që doni. Edhe një herë tjetër, unë dua fjalën këtu. Edhe një herë tjetër, unë dua fjalën dhe të jesh e sigurt që në fund do kuptosh që ja fut kot. Më lër ta mbaroj. Pastaj janë njerëzit që e gjykojnë dhe jeni të gjithë këtu dhe gjykoheni. Çfarë do të thënë kjo? Si mund t'i kërkohet dikujt të përjavë përgjigjen që do ti? Unë do ja përgjigjen që di unë. Dhe po të them, në Shqipëri nuk ka hyrë kurrë në burg një person pse nuk i ka paguar dritat, nuk ekziston. Sepse në burg nuk shkon për diçka që nuk shkruhet në kodin penal. Nuk ka kodi penal i Republikës Shqipërisë normë ku të thuhet mos pagesa e dritave të çon burg. Nuk ekziston. Nuk ka ndodhur. Kanë hyrë në burg persona që kanë vjedhur dritat. Një gjë është të mbyllësh, të marrësh drita dhe mos paguash, një gjë tjetër është që dritat t'i lidhësh me shtyllën në rrugë, apo që të trukosh sahatin e dritave që të tregoj një tjetër shifër, apo. Kështu që mos insisto në gabim, sepse je gabim. Është një gënjeshtër e përsëritur në pafundësi për propagandë dhe është kthyer në një të vërtetë. Ndërkohë që e vërteta është kjo, nuk ka hyrë askush në burg në Shqipëri për mospagesë. Mospagesat kanë çuar në prerjen e dritave, që nuk priteshin kurrë më parë se këta janë tanët, ata janë tanët, mbaj ata atje. Po jo burg. E para. E dyta, ndërtimi pa leje është në kodin penal i sankcionuar dhe është një vepër penale e cila ndëshkohet sipas shkallëve, por edhe me heqjen e lirisë. Patjetër. Është vepër që është flagrant, është fizikisht e kapshme, e prekshme, e dukshme, nuk është diçka që e thot një televizor apo një televizor tjetër dhe mund të jetë, mund mos jetë, nuk është diçka që e thon ata që rrinë në për tribuna apo ata që hidhen përpjet në për tenxhere. Dhe mund të jetë, mund mos jetë. Është diçka që është e faktueshme. Hapësira e zënë. Kështu që mos bashkojmë gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Më le të mbaroj, nuk kam mbaruar. Nuk kam mbaruar. Edhe një herë tjetër, nuk kam mbaruar, zonjë, nuk kam mbaruar, më lër të mbaroj, është shumë skandaloze kjo që bën përsëri. Thash se ishe mësuar, dhe prandaj të respektova ta dhash dhe radhën e para. Po nuk pas ke mësuar asgjë, më vjen shumë keq, po më lër të mbaroj. Më lër më të mbaroj, më ç'është kjo? Duro të mbaroj unë. Ç'a do të thënë kjo ndërpret gjithkohës? Ç'a do të thënë? Kush je ti që ndërpret gjithkohës? Më lër të mbaroj më. Nuk e hartu as për miting as për debat. Dhe prandaj përmenda ato që përmenda. Se kjo është një edukat skandaloze e mënyrës komunikimit kur tjetrit i bën pyetje për të përgjigje. Ta mbaroj unë. Tani, natyrisht që kështu vjen jeta kur nuk ka drejtësi dhe nuk ka prokurori. Ai televizioni që thua ti është në prokurori për pastrim parash. Është në prokurori me një denoncim të bërë nga organet shtetërore. Lëre. Tashti me që edhe një herë, më lër të mbaroj. Po ç'është kjo, është pa besueshme. Më lër më të mbaroj se janë dhe të tjerët, sepse
ju të tjerët që rini kështu, jeni dakord që ta lëm me kaq konferencën, apo doni të bëni pyetje dhe ju? Se ju jeni shumë interesant dhe ju të tjerët. Se unë nuk po jam këtu për të luftuar për veten time, se unë mund ta bëj edhe pa gazetar fare komunikimin dhe mund t'i shpjegoj gjërat. Po kjo sjellje është pikërisht ajo që pengon njerëzit të marrin vesh të vërtetën. Është pikërisht ajo që dhunon njerëzit në emër të tyre me gënjeshtra. Është pikërisht ajo që nuk i lejon njerëzit që të peshojnë të dyja palët. Fole zonjë, po, mbylle të flas unë. Jo ta mbyll unë 20 herë që të flasësh ti. Unë do të bëj me pyetjen tënde, unë do të... Shiko. Juve abuzoni me njerëzit. Juve abuzoni me ata që merrin në përgojë në mënyrën më të ulët. Në emër të lirisë, juve abuzoni me faktet në mënyrën më të shëmtuar, ju jepni njerëzve çdo ditë gënjeshtra dhe e bëni këtë në emër të lirisë dhe askush nuk ju thot plaç. Unë po të them edhe një herë, më lër të mbaroj fjalën. Marrja peng e një bisede me dhunë mund ta bësh. Unë nuk kam se ç'a bëj tjetër. Mund ta bësh. Po kjo është dhunë. Më lër të mbaroj fjalën. Do ti përgjigjen që do ti, nuk ta jap dot unë, se unë nuk punoj për qimin. Dhe kjo është e sigurt. Dhe me që më përmende televizion, më përmende ti televizioni, nuk ta përmenda unë. Televizioni, një sekond. Është një sekond edhe një herë. Një sekond dhe një herë tjetër. Unë do përdor çdo gjë që unë më vjen të përdor. Juve jeni në të... Çfarë është kjo mohabet? Televizioni është në prokurori prej disa vitesh për pastrim parash. Një sekond. Unë po komunikoj me njerëzit, më zonjë. Unë po komunikoj me njerëzit. Sepse unë mund të përgjigjem si të dua. Nuk më ndalon dot këtë se s'ma nga ndaluar që u kanë qenë i vogël. Nuk më ndalon dot ti këtë. Unë do përgjigjem si dua. Dhe dua që ta dinë të gjithë këtë fakt. Televizioni që ti e sjell këtu si argument, ti e solla, nuk e solla unë. Është një subjekt i denoncuar për pastrim parash prej vitesh dhe i denoncuar nga autoritetet shtetërore në prokurorinë e Tiranës me fakte, me prova, me të gjitha. Dhe natyrisht që parat në atë televizion pastrohen për të bërë eksaktësisht këtë që bëhet çdo ditë që përmbyten njerëzit me gënjeshtra dhe me pislëk. Tani, patjetër, këtë e vendos prokuroria. Këtë miting që po bën, më vjen shumë keq, po bën gabim shumë të madh. Më ndërpreve, sepse po të jepja përgjigje, më ndërpreve, zonjë, më ndërpreve, sepse, zonjë, më ndërpreve, sepse, dhe natyrisht që po bën heroinën për ata që të kanë sjell këtu, dhe mirë bën, do bëhesh heroinë e ditës. Boll tani, nuk kam mas një fjalë për të thënë, u përpoqja shumë gjatë të jap përgjigjen deri në fund. U përgjigj qytetarëve unë i përgjigjem në çdo herë që ata zgjedhin. I përgjigjem çdo ditë, nuk i përgjigjem nëpërmjet televizioneve që pastrojnë parat e grabitura nga qytetarët dhe të cilët gëzojnë imunitetin e dhunuesve. Kështu që 5 minuta pushim
edhe do fillojmë mas 5 minutash. 5 minuta pushim.